Përshëndetje shenja gafores, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 9 kupat, 8 shkopinj, magjistari, asi shkopinjve. Këtu kemi një nga kombinimet më të forta për manifestim dhe lëvizje të shpejt. 9 kupat. Nënkupton se ju niseni nga një gjendje kënaqësie personale, diçka ju bën të ndiheni mirë, të plotësuar emocionalisht. 8 shkopinjt. Nënkupton se gjërat fillojnë të lëvizin shpejt, ka komunikim, ka zhvillime të shpejta, një energji që nuk qëndron në vend. Magjistari. Nënkupton se ju merrni kontrollin, ju keni fuqinë për të krijuar, për të ndikuar, për të drejtuar situatat. Asi i shkopinjve nënkupton një fillim të ri pasionant, një impuls të fortë, një ide ose dëshirë që ndizet brenda jush. Duket se ju jeni në një fazë ku ajo që dëshironi mund të marrë formë shumë shpejt, sepse jeni në harmoni me veten dhe po veproni. Java nis me një ndjenjë të tipit jam mirë me veten. Pastaj, pa pritur shumë gjatë, gjërat fillojnë të lëvizin. Mund të ketë mesazhe, mundësi, zhvillime, informacione, udhëtime. Pra ju vendosni të veproni, të shfrytëzoni atë që keni në dorë dhe kjo ndes një fillim të ri. Kartat këshillojnë të mos e lini këtë energji të kaloj pa vepruar. Kjo është një javë ku ju krijoni, jo thjesht të prisni. Kalojmë tek familja. Në familje kemi mbretëresha e shkopinjve, kalorësi i shpatave, gjykimi, dielli. Në familje duket se ka një zhvillim të qartë drejt qartësisë. Mbretëresha e shkopinjve nënkupton se mund të jeni ju ose dikush që mund të jetë shenjë zjarri. Mbretëresha e shkopinjve është një figurë e fortë, e drejtë për drejtë, me guxim dhe që nuk heziton të shprehet. Kalorësi i shpatave nënkupton komunikim të shpejtë, ndoshta të ashpër, një bisedë që vjen pa pritur, për disa mund të jetë një lajm i shpejtë që e merrni ose e jepni ju, për disa mund të jetë edhe një debat. Gjykimi nënkupton moment të reflektimi dhe zgjimi, një e vërtet ekspozohet. Dielli është qartësi, zgjidhje, ndriçimi i situatës, ngrohtësi. Pra duket se një situatë që mund të fillojë me tension apo fjalë të forta, përfundon me qartësi dhe lehtësim. Ju ose një person në familje merr iniciativën dhe thot diçka në mënyrë direkte, pa filtra. Biseda mund të jetë e ashpër, e shpejtë, ndoshta edhe e fortë në fillim, por kjo nuk shkon në konflikt të gjatë, përkundrazi, hap rrugën që gjërat të dalin në dritë dhe më në fund të kuptohen. Kartat këshillojnë të mos i evitoni bisedat e drejtë për drejta. Edhe nëse fillojnë fort, ato mund të sjellin qartësi dhe zgjidhje. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi kalorësi i kupave, 5 shkopinj, 4 monedha, 3 shpatat. Në dashuri, kalorësi i kupave flet për një person që vjen me ndjenja, që mund të jeni ju ndaj dikujt ose dikush ndaj jush, me një qasje romantike, me dëshirë për afrim, për pajtim. 5 shkopinjt nënkupton se menjëherë pas kësaj lind tension, mund të jenë mosmarrveshje, ego, përplasje e energjish. 4 monedhat nënkupton se dikush mbyllet emocionalisht, nuk hapet, mban kontrollin, nuk lejon që situata të rrihet lirshëm. 3 shpatat nënkupton zhgënjim, lëndim emocional, një ndjenjë që diçka dhëmb, për disa mund të jetë edhe ndonjë veprim pas shpine. Në sferën e dashurisë ka ndjenja, por mënyra se si menaxhohen krijon tension dhe
Ndoshta për disa mund të krijojë edhe një mbyllje që çon në lëndim. Duket se një person afrohet me ndjenja ose një situatë fillon në mënyrë të butë, por shumë shpejt lind një përplasje që mund të jenë fjalë, keqkuptime ose thjesht energji të papërputhshme. Në vend që të zgjidhet hapur, dikush, ju ose personi juaj, mbyllet emocionalisht, nuk shprehet, nuk hapet, mban distancë emocionale. Kjo e bën situatën të rëndë dhe përfundon me një ndjenjë zhgënjimi ose lëndimi. Kartat këshillojnë të mos mbylleni kur lind tensioni. Komunikimi i hapur është ajo që mund ta ndalojë një situatë të shkojë drejt lëndimit. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 4 shpatat, karroca, rrota e fatit, 5 kupat. Në punë, 4 shpatat nënkupton se fillimisht ka ndalim, ka pushim, ka mungesë veprimi. Karroca flet për një shtytje të fortë për të ecur përpara, për të marrë drejtimin. Rrota e fatit tregon ndryshim të papritur, një kthesë që nuk e kontrolloni dot ju plotësisht. 5 kupat është zhgënjim ose fokus tek ajo që nuk shkoi siç prisnit. Duket se gjërat fillojnë të lëvizin, por jo gjithçka shkon sipas pritshmërive tuaja. Ju nisni nga një fazë e qetë ose e ndalur. Pastaj merrni iniciativë ose situata ju shtyn të lëvizni. Ndodh një ndryshim që mund të jetë mundësi zhvillim ose kthesë, por rezultati nuk është fiks siç e kishit menduar dhe kjo sjell zhgënjim. Kartat këshillojnë të mos fokusoheni vetëm tek ajo që nuk shkoi. Rrota e fatit tregon që ndryshimi është në lëvizje, është në ajër dhe mund të sjellë diçka më të mirë në vijim. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi mbrojtje. Kjo kartë ju jep një mesazh shumë të fortë. Ju jeni të mbrojtur, edhe kur gjërat duken të paqarta ose të vështira. Edhe në momentet e tensionit, sidomos në dashuri dhe në punë, ka një forcë që ju mban nga prapa ose nuk lejon të dëmtoheni më shumë se sa duhet. Ju duhet të besoni që jo çdo gjë që largohet është humbje. Disa gjëra po hiqen për t'ju mbrojtur, jo për t'ju ndëshkuar. Ju jeni në një fazë ku gjërat ndodhin shpejt, por jo pa arsye. Çdo zhvillim po ju çon drejt diçkaje më të qartë dhe më të sigurt për ju. Paçim!